Robot. Robot, e thash... Tamam që shëthej aty. Sinqerisht njerëz që nuk vinë në kohë, menoj që nuk të kam vlerësu mjaftueshëm, për menimin tam. ChatGPT-ja është bo pjesë e jona, së fundmi. Cila është pyetja më e çuditshme që ja ke bo? Me të thonë drejtën, ChatGPT s'e kam bo pyetje kurrë. Se ke pyet diçka as për DJ? As nuk jam hinë herë, as kur gjë, se nuk më rastis më fut se e kam një njeri në shvet që domethënë kur nuk ka ç'a bën, fillojmë fol me ChatGPT-n, domethënë me orë të tëra është gruaja em, Engji, ajo ka shef, domethënë ajo fillon edhe më shty me debatum, se domethënë ajo ka një gjak pak me. Okej. Se e njohin karakterin e saj shumica njerëzve, rasti i fundit është edhe një debat shumë, se domethënë sigurt se për ja marrë ekskluzivën kësaj farpune nuk kam i pëlqy shumë Engjit, se është shumë interesant. Historia jonë me ChatGPT në fundit është emri i djalit dytë. Emri i djalit dytë e kena publiku është Kres. Kres. Po. Dhe vëton. Edhe Engji me ChatGPT të folë për emrin Kres. Edhe ChatGPT-ja përgjigjet që nuk është emën kështu, slav, nuk e di, po nuk përfshiti asë një gjë shqiptare. Edhe mas në Engji, si Engji, si një person që nuk lëshon për në këto momente, ka fillu me ja spjegu ChatGPT se qa është Kres. Dhe më thonë, a i kena dokumentu me... A mur vesh ChatGPT-ja? ChatGPT-ja i kërkon në falje, po të beton, e kena, dhe më thonë, ka medal kjo e qëtë Engji, i kërkon ChatGPT-ja falje që nuk kanë qenë të informuar atë sa duhet, edhe tash nga kjo moment e kemi informatën se Kres do të thot lider, do të thot kok, Kres me ante kres, po mërvesh, është kok, koka, që e ka kuptimin e një koke. Jo kok kështu, po është lider, është udhec, koka e, qa me thonë, koka e politikës, koka e vendit e politikit. Koka e, apo tonë, e ka kuptimin edhe në fund Kres e ka një amën shumë të rëndësishëm se, do më thonë, është ideja që është mbosht edhe ChatGPT-ja për emrin e tina. Okej, ama derisa Engji debaton me ChatGPT-n, ti i ki punë të mirë? Me Engjin? Po, të zguzej asë... Ajo ChatGPT-n e ka mujtë të më mundu. Jo, të merret me to, jo me ty. Po, ja, unë me ChatGPT... Ide e mirë. Gra, sot e tutje, bës debatoni me pura. Hini në ChatGPT. Hini në ChatGPT. Po, ju të regona edhe kur kina pas drejt edhe kur jo, kështu që... Parata mund të blenë lumëturin. Mendoj që... Ne kem periuda kur kemi pare, s'kemi pare, i kemi jetu jetë. Unë për shambull e kom përjetu lumëturin në dy mënyra. Lumëturin edhe që për shambull ka kushtu lumëturia, po edhe lumëturin që nuk ka kushtu. Për shambull. Ta marrë shambull, fëmija jam, për shambull, i pare ka lindë në spital në shtetit që nuk ka posë kosto. Gëzimi jo koni njëjtë, si për fëmijën e dytë që ka lindë në një spital me kushte shumë të mdoja, shumë të mira, dhe më thonë që njëre dhe me pas luksin për me bo, dhe më thonë, kjo po thëmë, që fëmija, dhe më thonë, lumëturia vjen pa morë parasysh kostën, është fëmija, ka lindë, një më gëzut njëjtë si për ta, si për këta, po mërë vesh, nuk ka rëndësi. Amo, a është e nevojshme parja njetë? Po është e nevojshme parja njetë, për shumë sene, nuk është e domosdoshme, po thjeshtë për me pas një rati, për me pas një qëtësi, për me pas një gjumë më të rahatëshëm, mendoj që është e nevojshme parë. A e blinë lumëturin? Nuk e blinë. Nuk e blinë. A me ndonë se ke armiq? Jo. Jo, vëllaj. Sinqerisht jo. Edhe nështë një pisanët që jam mas krenar një jetën tam, edhe diskutojna shumë shpesh me pjemin është që për shambull në industrinë që bojmë na, që jemi ne është problemës me pas armiq, do më thonë. Edhe unë edhe pjemis jena dy njerës që jemi shumë thjesht, jemi shumë për toke, respektojmë çdo njeri që na del përballë edhe jena shumë të lumtur që kam 15 vite që merrna me muzikë dhe asnjë moment nuk jam një që kam armik në këtë industri. Domethënë kam miq shumë, po armiq as pak. Faleminderit shumë. Çfarë bën një lidhje të lumtur sipas teje? Po. Një lidhje të lumtur që të funksionojë. Që të funksionojë. Po se di jo vlosës. Martesën, për shembull, se lidhja është para martese, në martesë. Ka shumë faktor për menimin tam, se nuk jam edhe specialist i lidhje, as i raporteve, unë mund të flasë për raportin tem, për momentin që, për shembull, është qatë të gruja mire ka. Kaq. Formule vjetë. Në rregull, qatë të gruja mire ka, a e bën t'ja se bën, mas nej është
në dorën tënde, po gruaja që atë tu i qashtë është mirë është. Kaq. Faleminderit. Edhe jenë në rregull. Edhe në pjesën e parë ezoj pa do formula kështu. Po. A bën pazar kur blen gjëra? Unë e bëj pazarin gjithmonë. A bën pazar, ashtu? Pazar, jo, hiç. Hiç. Jo, se automatikisht më paraftirohet momenti kur unë e bëj, kur mu është t'i kushtu më bo ofertën për me bo muzikë, edhe paka shumë më duket në nëshmu se nëse dikush fillon me diskutu shumë qmimin. Nëse e diskuton me arsye të veta personale, jem shumë okej edhe pranej, po janë ndo njerës që dojnë me bo pazar edhe në këto muhabete edhe mu paka shumë më pengon. Edhe, sinqerisht, në jem personi që edhe nëse fillon me bo dikush pazar, veç e kapi thëmë, hajde hecë mira, po do me marë merë, nëse s'do me marë, mos e merë ditën e mira, po kupton, jam fort, nuk e kam shumë, nuk e di, nuk e kam shumë, edhe kerrin për shembull, se i vetë misan që kom shit një jetën tani, për shembull, 2 makinat e mia të fundit, që jo merë vetë, për shembull, me shitje, sa një parë që aku më bon njerëz në telefon, kër më kanë thirrë, më thonë, a je tregtar? Ka thonë jo, e më thonë rregull, më në me vazhdo me fol. Për shembull, momenti dytë që muhabeti dytë është sa përshet. E më thonë, kaq, po ti e bën edhe ma lirë. Veç e më shqinjarja, qës po ta shesiq. Hitë që akum shqit. Sinqerisht nuk jakum shqit. Orë njeri me pare, për shembull, edhe jena merë vesh, për shembull, një farë mënyrë, jë merë vesh me ta, një shumë të vogël ka dosht me hek me